e gjyshrit, dhe foto me pleq, mbledhin like, shpejt, foto me pleq, ku t'i keni. Por, kur bëni foto me pleq, mos e bëni si kjo, që është gjyshja me nipin në prerë, kush e verson dashurin e gjyshes, Zoti e Bekov, gjithë jetën kam pritur me mbajt nipin tim në prerë. Gjyshja është bërë me inteligjencë artificiale, nipi me inteligjencë artificiale, dhe sigurisht, për të mbledhur sa më shumë dëmshmëri nga shqiptarët, mbrapa është një shtëpi e rënuar, sepse në qovë se shtëpia do ishte luksoze, gjyshes do jedhishin në fyt dhe thonin, ku të punon djali ty, e këtë korruptuar, merret me drogë, merret me politik, merret me tendra, vjedh shqiptarët, që ke këtë shtëpi me pishin ti më i gjyshe. Po kur gjyshja e ka shtëpinë e rënuar, atëherë, ajo është gjyshja që na duhet të gjithëve. Gjyshja duhet jetë ose me serum në spital duke vdekur, ose e veshur shumë keq, me shumë rrudha, dhe sa më e varfër, në qoftë se gjyshja vishet bukur, dhe larg qoftë ka bërë botox, jo, nuk na duhet fare sepse nuk mbledh like.